Klubi futbollistik Drita për mua është më shumë se një klub, sepse është një histori në vete. Është një simbol i identitetit, simbol i krenarisë të qytetit Zhilonit. Kuku. Drita është 4 herë kampioni i Kosovës. Drita kampion! Se shok, skuadër, po jemi si një familje. Best friends ever. Kemi pas sfida futbolli në Kosovë. Jeta e vështirë të bën të fortë. Do t'jetë shumë e vështirë, mirë, po asgjë s'është e pamundur. FC Drita, a club based in eastern Kosovo, embarking on their first ever appearance at this stage of a European competition. Born and raised in the club's home of Zhilan, few embody Drita's identity more than goalkeeper Faton Maloku. Qyteti i Zhilanit është një qytet i vogël, po me shpirt shumë të madh. Sepse rrethon njerëz shumë të mirë, shumë dashëm dhe që njihen mes vete. Mirë, shumë. Kualifikimet në Evropë për ne janë shumë të rëndësishme si popull. Jo vetëm si klub, po si popull shqiptar që jemi. Pasi që dim që kemi një histori shumë. Drita është 4 herë kampioni i Kosovës. 3 herë është brenda 8 deri 9 vite. Kjo është qendra e qytetit, tash edhe kena me kalu edhe te vendi ku ka qenë festa e Dritës dhe intelektualëve së bashku. Kur kemi qenë kampion. Rruga intelektuale, yes. Unë jam Adhurimi, jam njëri ndër themeluesit e grupit të tifozëve të Dritës me emrin Intelektualet. Saktësisht ajo rrugë e ka emrin Intelektualet për shkak të tifozëve të Dritës. I lidh shumica e asaj rrugës janë tifozë të Dritës. A name now iconic in Kosovo, born from the city's intellectual community and embraced by generations of supporters, eventually. Ta them të drejtën, mu si adhurim nuk më ka pëlqy emri Intelektualet për një grup tifozëve, por me kalimin e kohës, aq shumë është në zemrën time, saqë nuk e ndroj me asgjë në jetë. Kunjadi do t'jeftu! Intelektualet është emër i shenjtë, i qytetit, i tifozëve të Dritës, i mbar futbollit në përgjithësi në Kosovë. Drita kampion! Emocionet janë të papërshkruara. Nuk di me thënë me fjalë, kemi dhimbje në gjaks. Edhe Dritën e dojmë, e kemi dashur edhe e dojmë pa asnjë kusht. Kemi pas sfida futbolli në Kosovë. Edhe ato nuk na kanë dalë neve, me përkra klubin. Ne kemi qenë aty në ditët më të vështira të klubit. At the core of Drita's story is striker Ard Manai, who scored his first Conference League goal against Omonia. On the anniversary of his father's death during the Kosovo War. Unë ato datë çdo herë shënoj gol. Edhe normalisht edhe golin ndaj Omonjes ose secili gol tjetër i dedikohet atij. He was raised by his mother, Vlora, as her only child.
ku aty pra vdiq edhe babaj i Orbit, jeta ime një farë mënyrë mbaroj. Unë dësht me fillu jetën me një foshnje 8 muajshe në krah, edhe përballë kisha përpara një butë të pakjartë. Por gjithherë me krenari, edhe unë mundova që të arris me shpresë e me dignitet që ky nesër të bëhet ky që është sot. Mana është një futbollist mjaft cilësonjes në muës shumë i spikator, edhe futbollistët tjerë kur e kanë manaj në pikën e sulmit, edhe ata ndryshe. Zekaria Ramadani stands among Kosovo's coaching elite, winning the league title 4 times with 4 different clubs. Në skuadrat ku kam punuar, jam munduar që të bëjmë familiarizimin e ekipit. Por kam pas problem në disa skuadra me drejtuesit, ku nuk kanë qenë afër ekipit. Tek drita në çdo servitje, beson në çdo servitje. Drejtori teknik, drejtori sportiv, menaxheri i skuadrës, sekretari i skuadrës. Të gjithë janë në çdo stërvitje, çdo moment janë me ekipin. FC Drita tani më thuaj se jam 30 vjetësh në këtë klub. Unë mendoj që momentet më të vështira, jo vetëm për Dritën, për futbollin e Kosovës, kanë qenë vitet e 90-ta. Na kanë dëbu prej stadioneve të cilat kemi luajtur dhe jemi rrit në ato stadione, ne kemi filluar të bëjmë gara në për fusha të improvizuar, në për livadhe. Ëndra jonë si sportista, njerë në fillim, gjatë viteve 90-ta ka qenë ëndër të kthehemi të luajmë në për stadione. Më pas, kur jemi kthy, jemi shliru, jemi bo shtet, jemi pavarësu, është normale që ëndra dhe dëshira jone ka qenë që të luajmë në gara evropiane. While Drita no longer play on improvised pitches, they are forced to play their home matches at the National Stadium in Pristina, while their stadium is under construction with no confirmed completion date. Duhet që të luajmë jashtë qytetit tonë, është mjaft e vështirë, mirë, po besoj se sakrifikojmë shumë, kemi një dëshirë shumë të madhe gjithë skuadra. Është shumë e vështirë kur nuk e ke një stadium tonë në qytetin tonë, të vazhdu edhe të bëhet sa më shpejt. Plotësohet ëndra e çdo futbolldashi në Gjilanas. Edhe jonja si sportist normal, sepse ndjehemi shumë më mirë, më komod. Besoj se këto kushtet që i kemi në të ardhmen që t'jenë më të mira, sepse besoj një klub si Drita që luan në këto nivelet larta e meriton një stadium të mirë. Se kënaqësia është e jashtëzakonshme me qenë kapitan i Dritës. To që në momentin e parë që vjen, e shef se jemi një familje shumë e madhe dhe për këtë duhet ta dashurosh këtë familje. Drejtën pas shpallës kampion, me gjithë shokët e skuadrës e kishëm vetëm një qëllim. Unbeaten heading into match day 4. Të shkonim në grupet e Conference League. A Balkan derby awaited. Është interesant çfarë fati kishim që dy skuadrat përballemi në fazën e grupeve të Conference Ligës dhe as Drita welcomed North Macedonia's Skendia.
Unë mendoj që për herë të parë, ndoshta ndonjëherë ka ndodhur, por nuk e di. Ishte një atmosferë jashtëzakonshme. Despite nursing an injury and not having played for over 35 days, Menai was in the starting lineup. Unë ndihem shumë krenare, sepse kam dhënë shumë nga vetja. Çdo ditë për mua ka qenë luftë dhe tani shpërblimi im më i mirë është arbi. Për mua është krenari. Krenari e madhe është edhe që lunë ky në këto nivele kaq të larta. Besnik Krasisi, topi në zonë. Shëtatë rrezik me gol! Drita përpara! Artmanaj! 1-0 në Prishtinë! Në veri për të festuar bashkë me intelektualët që... Ajo ishte sprinti më gjatë atyre minutave që ishte në fushë. With 30 minutes remaining, Menai was forced to come off. But his goal was the difference, as Drita remained on course to become the first team from Kosovo to reach the knockout phase of a European competition. Dhe mund marrim pikë, nuk e kemi pritur asnjëherë që nga 4 ndeshjet e para të marrim 8 pikë. Jam shumë i sinqert. Gjithë kjo është njështësh shpërblim i gjithë sakrificës të njerëzve të cilët kanë kaluar në ato etapa. Kjo arritje e klubit tim të zemrës Drita nuk është vetëm arritje për klubin e për qytetin, po për mbarë Kosovën. Do të thotë, kur kam filluar të luaj në Dritë, kam qenë një djalë i ri. Tani më, pres të bëhem gjysh. Drita për mua është familja e dytë, pjesë e familjes e pandashme. Por është edhe një fakt tjetër se në datën kur babai im i ndjer është vrarë, unë vetëm dashta me falendëru nënën tem për çdo send që ka bën për të ndihmuar të arrij këtu ku jam. E di që ka qenë shumë e vështirë për të, sepse ka qenë vetëm 23 vjetër kur kam mbetur vetë. Unë vetëm dua ta përqafoj në këtë moment dhe t'i them se çdo gjë që kam arritur është falë saj dhe i dedikohet kësaj.